يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين له نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hamdi dhe falenderimet më të sinqerta në këtë ditë të madhe dhe gjithmonë i takojnë vetëm Allahut, krijuesit, sunduesit dhe furnizuesit absolut, i cili thot në Kur'an: Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddati walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu me këtë, pra me agjërimin, dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju, të agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se udhëzoi dhe që të falenderoni. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi më të sinqertin e njerëzimit, mbi më të dashurin e Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: "Zayyinu a'yadakum bit takbir", zbukuroni bajramet e juaja me tekbir. Gjithashtu, selamet tona të përzemërta qofshin edhe mbi shokët e tij të sinqert, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër nga hipokrizia dhe çdo veti e keqe, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, ne sot ndahemi nga Ramazani, muaji më i dashur për të dashurit e tij, miku më i mirë për ata që e mirëpritën, muaji i agjërimit, luqeve dhe i shpalljes së Kur'anit, muaji i mëshirës, i faljes dhe i shpëtimit. Një përgëzim i madh për agjëruesit, për ata që agjëruan, transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Thot në xhennet ka dhoma, të cilat shihen nga brenda jashtë dhe nga jashtë mbrenda. Një beduin e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Liman hiya ya Rasulullah?" Për kan janë ato dhoma, o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyama wa bata qa'iman wan-nasu an-niyam." Thot ato dhoma janë për atë person që flet mirë, që ushqen të tjerët, që agjiron rregullisht dhe që falet natën kur njerëzit flejnë. Pra ky përgëzim i madh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është për ata njerëz të cilët e kanë agjëruar muajin e Ramazanit, për ata njerëz që folin fjalë të mira, për ata njerëz që ushqejnë të tjerët, të varfrit dhe nevojtarët, dhe për ata njerëz që natën falen kur të tjerët flejnë. Pra çfarë lajm i madh dhe çfarë gradash të larta për ata që agjëruan. Thot një poet: "Ghadan tuwaffa an-nufusu ma kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u." Thot nesër do të jep për shpërblimi shpirtrave sipas asaj që kanë fituar. Do të korrin atë që mbjellën mbjellësit, nëse kanë bërë mirë, e kanë bërë për veten e tyre, e nëse kanë bërë keq, sa e keq është ajo që kanë bërë. Lum ata që agjëruan muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të cilët ka kapluar mëshira e Allahut,
falja Allahut dhe shpëtimi nga zjarri i xhehenemit. Me të vërtetë Ramazani është një mysafir me plot mirësi, me plot të mira, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar në hadith të tij se Ramazani, prej Ramazanit në Ramazan falen gjunohet, gabimet e vogla, po ka mundësi të falet edhe ndonjë gabim i madh. Në tjetër hadith thot, i mira i cili e arrin agjërimin Ramazanin, dhe Ramazani nuk bën sebeb, nuk bën shkak për t'u falur atij gabimet. Sot është Bajram, ditë gëzimi, ditë lumturie dhe ditë feste. Bajrami është një fest nga zemra në zemër, ku të gjithë muslimanët anë mban botës, kur e festojnë këtë ditë, bashkohen në për xhamia, në për vendet e shenjta, për ta madhëruar Allah subhanahu wa ta'ala me tekbir, duke thënë Allahu akbar, la ilaha illa Allahu akbar, walillahi alhamd. Pra të gjithë muslimanët në këtë ditë shprehin gëzimin, lumturinë dhe kënaqësinë për këtë ditë që kanë arritur, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, agjëruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë kur bën iftar, po edhe sot llogaritet më dita që prishet më agjërimi, s'ka agjërim sot. Thot dhe gëzimi i dytë është kur ta sheh apo kur ta arrin shpërblimin e Allahut në ditën e gjykimit. Është një shpërblim i madh, sepse njeriu ushqimin dhe pijet i ka lënë për Allah subhanahu wa ta'ala. Në një hadith kutsi, Allah xhaleshan thot, çdo vepër e mirë shpërblihet me 10 të mira, edhe deri në 700 mund me shku. Sa don Allah të shpërblen. Thot illa saum, vetëm agjërimi, ai është i imi dhe unë do të shpërbej për ta. Pra shpërblimin e agjërimit nuk e ka treguar Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Se ushqimin dhe pijet i ka lënë për Allah subhanahu wa ta'ala. Agjërimi do të jenë ndërmjetësues për besimtarën ditën e gjykimit, ku do të thot agjërimi, o Zot, thot ki robi jot, ushqimin dhe pijen i ka lënë për mua, dhe o Zot, më bën ndërmjetësues për robin tan. Pra do të jetë ndërmjetësues agjërimin ditën e gjykimit, ashtu si do të jetë edhe Kur'ani, i cili do të thot, o Zot, ki më ka lexuar mua gjatë natës dhe gjatë ditës, thot o Zot, më bën mua ndërmjetësues për robin tan. Ramazani është një shkollë në të cilën besimtari i cili e shfrytëzon Ramazanin në maksimum me të gjitha të mirë që i ka, me gjitha porositë që i ka nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai kur të del prej Ramazanit del një njeri tjetër, një njeri i cili e ka përmirësuar veten e tij, një njeri i cili e ka qetësu zemrën dhe shpirtin gjatë Ramazanit, edhe pastaj mundohet edhe mas Ramazanit të vazhdon i njëjtë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që e krishin Ramazanin, thuhet dikon 6 muaj mas janë lut vazhdimisht që Allah që pranon Ramazanin. Pastaj 6 muaj tjera thuhet se janë lut Allah që mundson me arrit Ramazanin tjetër. Kjo çka nuk kupton? Kjo nuk kupton se ato zemrat e tyre kanë pas të lidhur me Ramazanin. Jo që erdh Bajrami edhe për të mirë Ramazan. Shihemi në vitin e ardhshëm. Gjithë ato vetit e mira, gjithë ato sjelljet e mira që i ka pas Ramazan, milon me Ramazanin me shku. Jo, besimtari çka bën? Edhe mas Ramazanit vazhdon me sjelljet e mira, me urtësi, me butësi, me moral islam, me edukat islame, sepse shumica e besimtarëve nëse jashtë Ramazanit nuk kanë edukat islame apo nuk sillen me sjellje islame, në Ramazan mundohen pak a shumë sjell si një musliman, si një agjërues. Për shembull pejgamberi alayhis salam thot, nëse dikush të hidhëron gjatë Ramazanit, mos ja kthe me të njëjtën, por thuaj Allahumma inni saim, o Zot jam duke agjëruar. Do të thot mos ja kthe në të njëjtën fjalë, mos e nënçmo, mos e ofendo, mos ja kthe me të keq. Vetëm thuaj Allahumma inni saim, o Zot jam duke agjëruar, e kështu vazhdoj agjërimin tan që mos ta dobësojsh agjërimin tan. E ki njëti besimtar duhet edhe mas Ramazanit të vepron njëjtë. Nëse dikush e rëndon me një fjalë, e ofendon me një fjalë, mos t'ia kthen për Allah subhanahu wa taala. Se pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka shtrim, lejse me yaqta'u turuqan batala, nuk ka shtrim ai i cili ja pret rrugën njerëzve. Ju del përballë njerëzve dhe ju ofendon edhe i maltreton, ju bën çmos,
Po thot, innama man yattaqillaha al-batal, por kush i ka frikë Allahut, ai është trimi. Nëse e sheh një besimtar i cili është modest, është i thjesht, është i butë, nuk ta kthen, nuk të ranon me fjalë, nuk ta kthen fjalën e keqe, nuk bën në atë nivelin tan, mos e merr si njeri i dot. Ai është trim prej trimave të këtij ummetit. Ai se të ka ti frikë, ai ka frikë Allah, ai ka frikë mos ta përdor gjuhën e tij me fjalë këshia. Ai e ka frikë Allah që shpirti i tij mos të prishet, mos të përdor fjalë këshia. E ai është trimi i vërtet. Pra me një taqillah al-batal, kush i ka frikë Allah, ai është trimi më i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë trimi i trimave. Ka qenë njeriu më i fuqishëm. Saqë sahabët tregojnë thotë kur shpersoi ke lufta armisht e Allahut, thotë na të gjithë shkojshmi mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i fuqishëm, por me njerëzit kur asil me moralin më të lartë, siç thot Allah Teala në Kur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë o Muhammed, je në gradat më të larta të moralit. Asil me butësi, asil me urtësi. Dhe Allah xhaleshan shkoi thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Fto, thirr në dinin e Allahut, me çka? Me butësi dhe me urtësi. Edhe ne duhet ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si njerëz të xhamisë, si njerëz të këtij ummetit, si ndjekësit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur të ftojmë në Islam, qoftë me gjuhë apo qoftë me veprat tona, të ftojmë njerëzit në Islam me butësi dhe me urtësi. Se ky Islam nuk ka shpronën askujna, xhamia nuk ka shpronën askujna. Por ne si musliman, si ndjekës e Muhamedit alayhis salam, duhet të sillemi kështu me njerëzit me butësi dhe me urtësi. Pra Ramazani ishte muaji i moralit, muaji i sjelljes të mira që edukon besimtarin se si ta edukoj ai shpirtin e tij me sjellje dhe me moral të Islamit. Pra Ramazani ishte shansi apo mundësia që ne të përmirësohemi në sjellje, në moral dhe në edukat. Morali në Islam ka një rëndësi të madhe. Morali nuk është thjesht sjellje individuale, por një pjesë thelbësore e besimit dhe kësaj feje të madhe islame. Pejgamberi alayhis salam thot, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Thot me të vërtetë, unë jam dërguar vetëm për të plotësuar moralin e lartë. Thot me këtë jam dërguar, me plotësu moralin, me eduku njerëzit, me eduku ummetin e tij, me eduku rinien, me eduku gjithë njerëzimin me moralin me të cilën e ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e dërgoi mëshirë për njerëzimin. Kur thot në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne ti o Muhammed të dërguam si mëshirë për të gjitha botërat. Ai ka qenë mëshirshëm me njerëzit, ka qenë mëshirshëm edhe me kafshët. Sa që një ditë ishte duke hecë në treg Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ndodhi atë një mrekulli, i ardhi një deve te pejgamberi alayhis salam dhe u anku. Filloi të qahet devja. Dikuj mund që duket diçka e çuditshme, ndaj ëndra apo ndaj film i Hollywoodit, apo diçka, si hoxha devja me kaj. Ka. Ti si njeri, kush të boni me kaj? Kush të dha mundësi që të rrjedhin lotët e tu? Allahu. Allah është i plot fuqishëm, ai e bën me qajt edhe devën. Allah subhanahu wa taala është i fuqishëm, e bën me qajt edhe cungun e hurmës, i cili ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam. Erdhi dhe i tha, o i dërguari i Allahut, thot ki pronari jam, thot më mundon shumë, më çon me punu shumë, thot po më ushqen shumë pak. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e kujna është kjo deve? Kush është pronari i kësaj deve? Një sahabi me gëzim të madh, me qejf, erdhi te pejgamberi alayhis salam tha, unë o pejgamberi i Allahut. Ki mendoj që sahabiu se pejgamberi alayhis salam po don me ble, e t'ja bojnë një çmim ata nderon Muhamedit alayhis salam. Thotë robi Allah, thotë ki frikë Allahun për këtë kafsh, për këtë deve. Thotë mos më mundosh shumë, e mi dhon me hongër pak, e me pi pak. Edhe devja lotët i rrjedhin nga sinjtë e sajna. Se pejgamberi alayhis salam ishte pra i mëshirshëm edhe me kafshët. Edhe cungu i hurmës, qajti kur pejgamberi alayhis salam para se më ndërtu minberin, ku i mban fjalimin ditën e xumon, mbajtë një cung i hurmës. Edhe ka marrë fjalimin. E pastaj kur ja ndërtuan sahabët minberin, edhe hipi ditën e xumon minber,
e ndëgjoj në xhaminë e tij një zonë duke qaj sikur foshnja kur qanë për nonën e saj. Shikoj pejgamberi alayhis salam, shikun sahabën në xhami nuk ka asnjë fëmijë, asnjë foshnjë. Atëherë kur e pa pejgamberi alayhis salam cungun duke qajt, zbriti prej minberit, javnoi dorën edhe pushoi nga të qajtërit cungu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi thot, sikur mos ja kisha vëndu dorën deri në ditën e gjykimit do të kish qajt. Cungu si dron, pa shpirt, pa ndjenja, qajti për mollin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ku janë ashtu ummeti i tij, njerëzit që jemi me mish dhe shpirt, që jemi me gjak, nuk na rrjedhin lotët ndonjëherë, qoftë se shkoi Ramazani apo të na rrjedhin lot për vëllezërit tonë musliman që masakruan ditët e sodit, apo të na rrjedhin lotë ndonjëherë për një namaz, të na rrjedhin loti kur ta ndëgjojmë leximin e Kuranit, të na rrjedhin loti kur ta përkujtojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi alayhis salam thot, ata si që rrjedhin lot, thot 3 lloje të sirën ditën e gjykimit nuk ka mi kap zjarri i xhenemit. Njëri prej tyre është thot si të cilët rrjedhin lot kur ta kujtojnë Allahun dhe qajnë nga frika Allah subhanahu wa taala. E cungu si cung, pa ndjenja dhe pa shpirt, qajti për mollin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E Ramazani është muaj i cili na mëson se si të sjellemi dhe si të edukohemi me edukatë islame, me edukatën dhe moralin e Kur'anit. Kur është pyet Aisha radhiyallahu anha, cili ishte morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ai e përshkruajti kështu: "Kana khuluquhul Qur'an." Morali i tij ka qenë Kur'ani. Nëse don me di se çka morali islam, merre lexoj Kur'anin. Çfarë do morali të mirë të jetë në Kur'an, atë ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me atë moral duhet edhe ne të veprojmë dhe ta bëjmë si shprehi apo si veti tonën dhe të jetojmë me ta. Se tek e fundit, nëse sillesh mirë, sillesh për veten tënde, ti ke me fitu. Nëse sillesh keq me njerëzit, ti ke me humbur. Qire kur gjë nuk ju ban. As dam, as dobi. Kush ban mirë ka bën mirë për veten e tij. Kush ban keq ka bën për veten e tij. E këtë ne duhet ta kuptojmë se nëse sillem mirë, me të mirën, me të keqen, me plakun, me të triun, me gjithë njerëzit sillem mirë, me muslimanë, me jo muslimanë, kjo neve na ngrit. Nuk e ngrit atë tjetrin, sepse ne si musliman duhet ta tregojmë karakterin ton, duhet ta tregojmë na personalitetin ton se kush jam unë. E nëse sillesh me njerëzit, siç janë fjalët e na, se e përdoren, valla si sillen me ti, sillen njëjtë me to. Po mirë, tash njëri të ofendon. Ti sipas asaj fjalës të na, ai të ofendon, ti duhesh me ofendu. E bën një të keqe. Një tjetër vjen të nënçmon, hajde don ta nënçmoj. Tjetri vjen të rrin, hajde don ta rrin. Triu bën. Tjetri vjen të mashtron, hajde ta mashtroj edhe këtë. Tjetri ta bani dallavel, hajde dallavel. Veç po të shtuan ti vetë të këshia. Ato që ban këtu këtë ka një kanë pas. Ai që të rrin ka pas veç rrinën të keqe. Ai që të mashtroj ka pas vetëm mashtrimin të keqe. Ati mbledhet të gjitha këto veti të këshia në brendsinë tënde. Edhe u bënë më keq se ato tjerë. E muslimoni si duhet më konë? Jo banjaf tjerve si ta bojnë. Muslimoni duhet me ja bojnë tjerve si ka qef ato me ja bojnë ti. Pejgamberi alayhis salam thot kështu: muslimoni, besimtari më i mirë është ai i cili sillet me tjerë ashtu siç ka qef të sillen tjerë me ta. Pra këtë duhet ta nyjmë na para vetes se si duhet mos sill me tjerë. Duhet mos sill me tjerë si kam qef unë të sillen tjerë me mua. A kam qef dikush me mrejt? Jo, mos i rrej njerëzit. A ki qef dikushi me të vjedh? Jo, mos i vjedh tjerë. A ki qef dikushi me të mashtru e me të rradhtu? Jo, mos mashtro, mos rradhto. Atëherë bosh muslimani më i mirë te Allah subhanahu wa taala. Prej moralit islam, të cilët përmendin në Kur'an dhe në hadithe pejgamberit alayhis salam, ka shumë morale apo sjellje të bukura që duhet të cilësohemi ne si musliman, si ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre është sinqeriteti. Sinqeriteti është një nga vlerat më të larta dhe është baza e besimit dhe besueshmërisë për njerëzit. Pse? Çka do të thonë sinqeriteti? Kur ta krish një urdhër të Allahut, ta krish për Allah. Kur ta falësh namazin, ta bësh me një të pastër për Allah, të jesh i sinqert në atë vepër. Kur ta jepësh një lëmosh, të jesh i sinqert, ta jepësh për Allah. Nëse vjen në xhami, të jesh i sinqert, të vish për Allah. Nëse lexon Kur'anin, jep lëmoshe, atjera vepra të mira, të gjitha le të jenë të sinqerta vetëm për Allah. Sepse innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen sipas niyetit.
Pra se e kje në jetin, ashtë edhe shpërblimin do ta kesh te Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam për sinqeritetin thot: "Aleikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna." Thot, mbaju në sinqeritetit. Pra bëhuni të sinqert, sepse sinqeriteti të udhëzon drejt mirësisë dhe mirësia të çon në xhennet. Pra përderisa je i sinqert, sinqeriteti të çon në mirësi. E mirësia ku të çon? Mirësia të çon në xhennet. Shpërblimi i saj çka është? Në xheneti Allah subhanahu wa taala. Prej moralit islam është besnikëria, të jesh besnik, musliman, besimtar besnik, me muslimanin dhe me jo muslimanin. Me çdo njeri të bosh besnik, të jesh i drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan." Thot shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mban fjalën dhe kur i besohet diçka tradhton. E muslimani i sinqert, besnik nuk i ka këto. Muslimani kur flet, do ta folë të vërtetën. Muslimani kur flet, do të folë ashtu siç i takon një muslimani. Se përndryshe nëse kur flet edhe gënjen, atëherë hin tek hipokritët. Domethënë ka një shenjë prej shenjave të hipokritëve, munafikave. Kur premton muslimani do ta mbajë fjalën, se përndryshe nëse nuk e mbajti fjalën, atëherë hin në kategorinë e kujna munafikave. Dhe kur ju besohet diçka muslimanit, duhet mos me tradhtu në atë besë. Nëse dikush jep një amanet, ta ruaj amanetin si të ballit. Jo kur ta merr shpinën e dikujt nën kujdes apo të kujdes për ta, apo kerrën e dikujt apo një pasuri dikujt, më thon haj s'ka gale sa është jemja. Je shef për shembull me një firmë, me një fabrikë diku, a se s'ka gale që jam milioner kishte patronia. Haj pse jam marrë një, si duhen këto na për punën, na për shumë njerëz bajnë. Haj se sprish punë si që jam marrë një çikeç apo si që jam marrë një kacin, si që jam marrë do gosha, si që jam marrë këtë një makinë. Zbot nomi. Haj se kjo është milioner. Haj në qetë miliarder, nuk është e jotja. Një gosht. Vetëm një gosht nëse janë. Sa ka me kushtoja goshta? Nuk takon, nuk është e jotja. Haj ta kalon amanet. Je përgjes për atë firmën, për atë fabrikën, nuk takon me morë. Edhe në të ketë aj miliarda. Nuk është e jotja. Ajo që nuk është e jotja, kur s'ka më bën jotja. Inshallah 100 vjet e ma, nuk bën të jotja. Edhe nëse ajo që e ke vjedh, se është vjedhje kjo. Nëse e ke vjedh, e jap tjetrit, ai tjetrit e ketë 100 dur shkon, kur nuk bën të dikujt tjetër. Mbetet aty të parit, e aty pronarit asajna. E muslimani kur i besohet diçka, nuk tradhton. E kush tradhton? Munafiku. Pra këto janë 3 shenjat e munafikave, thot pejgamberi alayhis salam, kur flet gënjen, kur premton nuk e mban fjalën dhe kur i besohet diçka ai tradhton. E muslimani do çka të jetë muslimani i sinqert i drejt e kundërta e kësajna. Pra kjo është prej moralit islam. Nëse do mu tregu musliman i mirë, atëherë kujdes nga këto cilësitë e munafikave, se me të vërtetë bën shumë i ulët në dynjë, për në botën e ardhshme nuk të pret ndonjë vend i mirë. Prej moralit islam është përullësia, pra të jesh modest, të bësh musliman i thjesht. Edhe nëse kije miliona, bëhu i thjesht. Edhe nëse kije miliona, bëhu i but me njerëzit. Mos u ban me ndjemat, sa i cili ta ka dhënë këtë pasuri, ai mund të ta morë edhe atë pasuri. Të kthesh atje ku ki qenë. E pejgamberi alayhis salam thot: "Men tawadha lillah rafa'a." Kush bëhet modest për Allahun, Allahu e ngrit. Ngrit gradat e larta, ama të bosh modest për Allahun. Si të bosh modest? Jo të bosh modest ndonjëherë me dikonin që i ka muskujt, edhe është i fortë, e s'ki çka i bën, Allahun e modest ja. Apo s'ki e pasuri, të ka fukarallahu, me thon unë jam modest. Jo, tash modest prej zorit i bën. A që u bënë modest pitutës, se s'po ki që kam i bo. Dë bosh modest edhe kur je i pasër, edhe kur je i fuqishëm, edhe kur je në pushtet, edhe kur je kretara, minisa, shka dë qo? Dë bosh modest. Men të wadha lillah, rafa'a. Ku është bëhet modest, Allahu e ngri. Treguat për një khalife, për një udhëhesi muslimanve, e ka pasë emrin Omar ibn Abdul Aziz.
ka qenë prej halifët të mëdhoj, i sinqert, i drejt, i ka pas frikë Allah subhanahu wa taala, mirës për shembullaj. As se ka qenë i drejtaj, thonë kohën e tij ujku ka flet me delmën. Njëjtën vend kanë flet ujku dhe delmët, ujku se ka humbur delmën. Pse? Ai ka qenë shumë i drejtë. A ditë kur vdes Omar ibn Abdulazizi, një çoban vjen atë fshatën dhe i tregon njerëzve, thotë vdiq Omeri. Ato i thonë, ku pe disë se vdiq Omeri, ku është Omeri, ku jemi në? Në atë kohë s'ka pas Facebook-a, këse me lajmu me një për 10 sekonda me mor vesh bota. Thotë po ujku e hangrë delmën. E vdiq ai drejti, tash e drejtësia vdiq me ta. Omar ibn Abdulazizi. Tregohet se një natë ishte hinin në xhami, në atë kohë s'ka pas drita sikur sot. Edhe të hajnë në xhami, dikush i shkon shtrin të flet edhe e shkel te koma kështu gabimisht po. Edhe ai që ishte në tokë i thot, falni shpejt, thot, a Gomoria? A nuk e ka po në porter? Ki thot, jo, s'jam Gomor, thot jam Omeri. Edhe vazhdo. E ruaj atij thot, o mirë mu'minin, a ndëgjuash ka tha? Tha Gomor, jo, tha nuk më tha Gomor. Në veti a je Gomora? Unë ja kthejt e thash, jo, s'jam Gomor. A ishte khalife, ishte mirë mu'minin. E kishte ruajt me veti, kishte ushtrin islame me veti, kishte mutat njërë me ngrije mos me morë vesh kërkuqe. Amo u tregu modest. E të bosh modest kur je në pozit, të bosh modest edhe kur ki pasuri, të bosh modest kur i ki gjithat mirët. Se prej zorit na shpesh bëmë modest prej zorit. S'kam pare, valla modest, je thjeshtën. S'kam fuqi, valla modest. Nuk kam post, nuk kam pushtet, valla modest. Prej zorit i modest. Të bosh modest kur e ki në dorën tonë këtë shembull me sundukit vend, e të bosh modest me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipin mbi 7 qilla. Mrekullia e tij, el Mi'raj hipin mbi 7 qilla. Ai kur u kthi në Mekë, u kthi me 10.000 ushtarë që liroi Mekën. E çka i tha banorët të Mekës? Ata që e kishin malltretu, ata që janë bitën shok, ata që e larguan prej Mekës. Çka i tha Muhamedi alayhis salam? Tha o ju popull jam, çka mendoni se kam me bën tash me juve? Ato me njëherë u zbotin thanë, ti je bujar i biri bujarit. Fillun ta lavdrojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai kish mujt mi mbit një nga një. Edhe ka pas kohë, edhe ka pas 10.000 vet me vete, 10.000 ushtarë. Kish mujt ngadal mi mit, e mi rjep, e mi ngri, e mi bën çmos. Atë s'ka pas as Gigi Hagës, as Evropas, Amerikas, kur gjos ka pas. Aja po. Aja ka udhëheq atë vend. A mu çka tha? Tha shkoni se jeni të lirë. Nuk i tha, o filan, ti ma ke mbit filan shokën, o ti filan, mu më ke largu prej Mekës, o ti filan ma ke bon këtë keqe, jo. Tha, shkoni se jeni të lirë. Ishte pejgamberi mëshirës, ishte modest, mbi 7 qilla hipi. Në sot pak me hip dikon me një vend, dhe një vend s'na zen. Në duket veqja se xhamia, s'po më zë, i kam bon një 20 mjetë jam xhanu, se mashallah një post e kam bon. Çka i bon? Zavend si kujdina ku, një kretarit thjesha gje. Ajo duket veqja se ja bon mbret. Ku mbet me modestia. Njerëzit që kanë udhëheq botën, ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ato khalifët, ato emirët, islam, që kanë qenë të sinqert, ata me modesti e kanë përhap islamin. Jo me mendjemallsi, jo me arrogancë. Ato me modestin, me thjeshtësinë, me butësinë e tyre që kanë pas, e kanë përhap islamin anë mban botës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad. Thot Allahu, më ka shpallur mua se duhet të jeni të përulur, të jeni modest, që askush të mos mburret mbi tjetrin. Çka se i ke bën 10 dinar në xhepin tan, pse mburresh para tjerë? Për vetë ki. Çka se i bën milioner? Çka se i ke blej kerrin matrin, modelin matrin, maqetin në të rrethin ku jeton? Për vetë ki, se ki për mua. Çka nëse ki bën miliona? Për vetë ki, se ki për mua. Nëse ban mirë me ato, prap ki bën për vetë, s'ki bën për mua. Nëse jap atij të varfërit, mos mendo se i ki bën diçka për atë, i ki dhon për shpirtin tan. Nëse jap një lëmosh, një sadak të varfërit, e ki dhon për shpirtin tan. Se vallahi billahi tallahi, na kur japmi, me qatë që japmi, kemi ma shumë nevojë sa i varfri që e merr. Te atit varfri jap 10 franga, jap 50 franga, hajë që 100 franga po ja jap. Kush ka ma shumë nevojë në këtë rast? Ati a i varfri. Ti ki nevojë, pse? Se ki nevojë për shpërblim botën e ardhshme. Ki nevojë me përgatit bagazhin tan në botën e ardhshme. A i varfri merr ato 10 franga, ato 50 apo ato 100 franga,
ja blin në tesh, e tesh mas një kohë më i hu vlera dhe gjumë. Ose i merr i han, e mas i të han, e dina mas një kohë ku shkojnë ato, edhe u kri. Ama ti nëse e ki bo për Allah, e ki bo me një të sinqert, të pasë për Allah, ti që ato që i ki dhoni 100 franga, në të bot një zot e disa ki me gjithë. Sa shumë fishin ati 100 frangëshit, apo 50 frangëshave, apo sa dë qofshin. Pra ti kur e ban, një pun e ban për Allah, por bani me modesti. E nëse bosh, mburrësh me atë që e ki dhonë, mburrësh me atë që e kije, mburrësh me fuqin tënde, mburrësh me pasurin tënde, vallahi billahi, fundi nuk ka me qeni mirë. Pse nuk ka me qeni mirë? Na nuk e dina të ardhmën, po e dina të kalumën. Kena lezu historia, kena ndëgju historia, kena pas raste të shumta që kanë ndodhur me njerëz që kanë qenë arrogant, me njerëz që kanë qenë mendjemlloj, me njerëz që janë mburr me pasurinë e tyre, çka ndodhin? I zhdukja Allah Teala. U harruj emri të nëve mo. U harru pasuria të nëve. Njerëzimi vazhdoj. Dënjoja vazhdoj. Ama të kanë beta që kurkun hesh. Karuni, i cili është në kohën e Musa a.s. Ka qenë si ministri Faraonit. Ka qenë shumë i pasër. A disa ka qenë i pasër? Thuhet se 8 vjet apo 7 vjet kanë bajt vetëm qelësit e depove. Qelësit e depove, 7 vjet kanë bajt me kulica, me kerre, me kale, me kafsha që i kanë pas transport në atë kohë. Veç qelësat. Që është pasurit madhe. Kur i thanë njerëzit, o Karun, disa nevojtar, disa fukara, disa të familjes thanë, o Karun, jep sikur Allah që të dha ti. Allah të dha ti, jep për Allah që tha. Thotë, jo, thotë, unë e kam fitu këtë mjafsit mia, që janë suksesi jenë, s'ma ka dha Allah, unë vetë e kam fitu. E një ditë prej ditëve, e ka pasaj si zakon, një herë në vjetë, të del me pasurinë e ti dhe me ushtrinë e ti, me familjen e ti, për para popullit, ta shëtita për qytetin ku ka jetu. Mu tregu dhe kush jam unë e Karuni. Edhe Musa a.s. sa ka qenë armik i Musa a.s. Pse ka qenë familjari Musa a.s. Ki Karuni nërë ka qenë besimtar. Pastaj u bo armik i Allah, u bo armik i Musa a.s. U bo armik i Islamit, se u bo me ndjema dhe arrogant. Me atë pasurin që ja dha Allah Teala. E Musa a.s. një ditë ju lutë Allah dhe i tha, o Allah, thot, jepi leje tokës, një ditë kur ti thom unë një kërkesë që ja baj, të më përgjigjet toka. Edhe Allah xhaleshani thotë Musa e kije pranuar këtë lutje. Edhe kur erdhi dita, Karuni që e kishte atë ditën me dal para popullit të vet, Musa a.s. tha tash oj tokë. Oj tokë tash përgjigj mo. Thotë oj tokë, hapu përbini Karunin me gjithë ushtrinë e tij dhe pasurinë e tij. U hap toka, e përbini Karunin, e përbini pasurinë e tij, ushtrinë e tij, edhe u zhduk Karuni. Ata gjë që thoshin, që më nasi Karuni. Kur e pa në fundin e Karunit, thanë, shqyqirë, elhamdulillah se si jemi si Karuni. Pra, mos të mbejtë sini, gjëmot, hesni pak të para, hesni. Pra, gjithkush që mburrët dhe bëhet arrogant me krijesat e Allahut, me robërit e Allahut, fundi ti nuk ka me qenë mirë. Po ashtu prej moralit islam është turpi, është marrja. Turpi është një moral i lavdërueshëm që shtin njeriu të bëjë të mira dhe të lojë punë tek këqija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El haya'u la ya'ti illa bi khair." Turpi nuk sjell vetëse mirësi. Marrja, pra turpi, sjell vetëm mirësi. Pejgamberi alaihi salam me një hadith tjetër thot: "Idha lam tastahyi fasna' ma shi't." Nëse nuk të vjen marrje, nëse nuk të vjen turp, bën çka të dosh. Po ky hadithi pejgamberit alayhis salam nuk ka si leje, si më na dhon leje neve, nëse të vjen marrje, mund të bëj ti çka të dosh. Kjo është kërcënim nga pejgamberi alayhis salam, nga Allah subhanahu wa taala. Nëse nuk të vjen marrje, bën çka të dosh. Sikur që kemi na shembullin me fëmijët e tona për shtëpia, si thotë ka këtë problemin me fëmijët, kur thotë ne babe, a muj me bon filan punën apo a muj me shku filan vendin, ti i thuj jo. Ai prap si fëmijë ka më thonë, babe, a muj me shku filan vendin, ti prap i thuj jo. Ne herë dikur kur të mërzitesh, çka i thu ti? Thotë tani shko veç e sheftëna. Tash ai dhave leje apo e kërcënove? Kjo është kërcënim. Okej, shko, a më kur të kthehesh, e din çka të prit. Edhe ky hadith e pejgamberit alayhis salam kur thotë idha lam tastahi fasna ma shi't, nëse nuk tërpërohesh bën çka të dosh, kjo është kërcënim.
Apo mund me qenë kuptimi i hadithit, ati që nuk i vjen marrë, ai bën çka doje. Pra është lajmërim nga pejgamberi alayhis salam, se personi i cili nuk ka marrë, nuk ka turp, ai bën çmos. E çka bën çmos? Na shohim se çka ndodhin. Lloj vepra të këqija bën njerëzit. Ja dalin këto me ngjyra, ja del burr me burr na për rrugë. Thot jemi të martuar. Ja dela që thot baba i parë, i prindi i parë, i ditë si janë ato më çmos. Ju ka u marrë. Ai kus ka marrë, bën çmos. Ai nuk mërzitet për njerëzit, sa ai nuk ka turp pikë fari prej Zotit, do të ka turp prej meje, prej teje. Këto me këtë vepër që e bojnë, këto mundon që ta zhdukin njerëzimin. Se nëse Allah xhaleshan kur e ka kriju një burr, Ademin alayhis salam, dhe prej tij e krijoi Havën, gruan e Ademit alayhis salam. E prej këtij deri u shtu njerëzimi. E nëse fillojnë atë që shpëthojnë këto tash me bon burr me burr, po ai nashta 100 vjet janë pak si shumë, po ai po thonë 100 vjet edhe mos duket njerëzimi. Ku me mor fëmijë? Burr me burr halas ka bon vakim me lind një fëmijë. Gruaja me gruaja halas ka bon vakim me lind një fëmijë. E mas 100 vjetëve zhdukën këto gjenerata edhe humbi njerëzimi. Ama këto e bojnë me qëllimin se na martojnë burr me burr, gruaja me gruaje, ama të tjerë na i bojnë fëmijë. Po dikush tjetër më mundu me t'i bën të fëmijë, atin hazër me ta pruat fëmijën, nejmen tanë edhe fëmija jam. Dikush tjetër më mundu, apo? E sikur ato mos bojnë fëmijë, kush do të bojë fëmijë? E nëse nuk bojnë fëmijë, si dështrohet njerëzimi? E nëse nuk tërpërohesh, bën çka të dosh. Pra ai i cili nuk ka marrë, nuk ka turp, ai mund me bën çka të do. E Allah xhaleshanu në Kur'an ka porositur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që muslimani duhet të ketë marrë, të ketë turp, të ketë marrë turpin e ta ketë prezent në çdo moment, ta respekton të vjetrin, ta moshiron të voglin, të respekton njerëzit, të sillet me sjellje të mira në për rrugë, në për punë, në për xhami, në për shkollë, kudo që janë, të sillet mirë, sepse me sjelljen e mirë arrin shpërblime të mëdha te Allah subhanahu wa taala. Po ashtu prej moralit Islam është drejtësia. Islami urdhëron për drejtësi në çdo aspekt. Mandej edhe me armiqet. Allah xhaleshanu kur na porosit me drejtësi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na porosit me drejtësi, nuk është të jemi të drejtë vetëm për shembull me familjarët, me gruin apo me nonën apo me prindit apo me familjarët të afërt, por Islami na porosit të jemi të drejtë edhe me jo muslimanët. Pra edhe me muslimanin, edhe me jo muslimanin. Allah xhaleshanu çka thot në Kur'an, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Vërtet Allah na urdhëron drejtësinë dhe bamirësinë. Të jemi të drejtë kudo që jemi. Je i varfër, rri drejt. Je i pastër, rri drejt. Je në vendin tënd, je i drejt. Kudo që je, bëhu i drejt, se Allah xhaleshanu na porosit me drejtësi dhe Allah xhaleshanu i don të drejtin. Nëse don Allah xhaleshanu me të dhënë sukses në jetën tënde, bënu i drejt. Fitoje pasurinë tënde me halal, me drejtësi, qoftë edhe pak. Se nëse fiton pak pasuri me halal, ki bereqet në ta. E nëse fiton pasuri të madhe me haram, s'ki me pas bereqet. Nuk mjaftojnë parët e dunjas. Pasuria këtë dunjas nuk mjafton nëse nuk i bereqet në pasuri. Nëse nuk i bereqet në kohë, nuk del koha. Nëse nuk i bereqet në familje, nuk kanë me shku punë të mirë në familje. Pra nëse Allah nuk të jep bereqet në këtë sende, në pasurinë, në familje, shëndet, në kohën tënde, nuk kanë me dalë koha këtë dunjas. Sikur na që kemi në sabah ku dalë me 100 punë, na këshëm ku dinë të shpia prapë. Prejme se 100 punë i ka. Asnjë sekrete prej sabajta? Pse kemi bereqet në kohë? Na kur dëgjojmë historitë, për shembull, njëri prej dietarëve, Imam Ebu Hanifja, në kohën e sabajt e kishte fal sabajt, që e fal në parë dy rekat, në kohën e namaz sabajt e ka lexuar komplet Kur'anin, në dy rekat. Neve na duket diçka se e pamundur. Se për me lexuar komplet Kur'anin minimum do një 10-15 orë. A di me lexoj hiç pa ndërprer. Ebu Hanifja kur e lexoi komplet Kur'anin namaz sabajt. Ai namaz sabajt këti ka 1 orë të gjys, apo 1 orë 45 minuta. Kur e lexoi Ebu Hanifja këtë Kur'anin në dy rekat të sabajt, ka pas bereqet. Ka pas bereqet në kohën e tinve. Allah xhaleshon kur ju ka dhënë bereqet, ato në një kohë shumë të shkurtër kanë bën punë të mëdha. Na si shembull i kemi librat e dietarëve. Kur dëgjojnë filan dietarin,
ka jetu 40 vjet, 42 vjet, a mu kalon me qindra libra mas ti. Edhe në atë kohë kur i kanë shkruajt librat, nuk i kanë shkruajt me kompjuterat, me shkruajt shpejt, me ngjirë, banë me ngjirë e shkruaj, ka marrë kohë shumë. A më si mundi Imam Newawiu për shembull, jetoi diku 42 vjet, a me 10 libra të mëdhoja kalon. E na nuk jemi taf sot që ja lexojmë ato libra. E le mos i mësojnë, apo veç me ja lexu, me ja shfletu nuk kemi kohë. Ai si mundi për këtë moshë? Ai sa ka filluar me shkruajt librat për në moshën 5 vjeçare apo 3 vjet kur i ka pas. Vjen 18 vjet kur ka filluar me mësue me udhtuna për botë për me mësu Islamin. Domethënë brenda 20 vite i shkruajti ato libra, po si pat mundsi. Ka pas bereqet kohë. E kur të jep Allahu bereqet kohë, për një kohë të shkurt mund me bën punë të mëdha. Kur të jep bereqet Allahu pasuri, me pak pasuri me kri punë të mëdha. E ne sos na dalin milionët dhe na i dhon nuk na dalin, pak janë. 24 orë me punu, prap nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë na sot. E njëjta kohë që kush janë këto më i vjetër, e njëjta kohë viti ka 12 muaj, java 7 ditë i ka. E njëjta kohë është pse ato pleshtet tonë kanë pas kohë edhe me pununa për fush, punë trona, çmos kanë bën, a më kanë pas kohë edhe me bë vizita të sëmurin, familjarin, fisin e kështu me radhë. Na sot kemi kohë. Na sot kemi kohë një mesazh më ia çu sot për Bajram një shokët, një të familjes, më thon me fat Bajramin. Jemi shumë zan. Pse jemi shumë zan? Jemi shumë zan se ndoshta s'kemi bereqet në kohën tonë. Do të thonë është ai dallimi, përpara të këto kushte si kanë pas si tonët, me pas me kerrin, me pas telefonin, me pas gjitha mundësi, gjitha kushte mira, edhe s'po mundemi ne mi bën ato punë që i kanë bën gjeneratët para neve. Ato varfërit mëdha kanë pas, këto kushte si kanë pas, këto mjete nuk i kanë pas, ama krejt punë i ka bën. Vizitat non stop. Krejt i ka vizituar. Nipe, daje, halle, teze, ka mos i këtë, po në që të nënë edhe fushën e ka punu. Edhe ka pas kohë për gjitha punë, pse Allah i ka dhonë bereqet. E kush e hu bereqetin, në kohën tonë, pasurin tonë, e para nëse nuk e falendrojmë Allahun, e dita gjuna që në rrethojnë, gjuna që i bonja non stop, prej kur t'i hapë misin, dhe kur t'i mbil misin, non stop të bon gjunahe, dvoglat mdoja të ndryshme. Si të tojme dhe gjuna? Se na shpesh i akuzojnë atjerë, kur e shofën dikant të e bon një gjuna të cilin unë nuk e baj, me njerë akuzoj. Po pse për akuzon, ti të e bon një gjuna tjetër që ai nuk e ban. Na, ke qemi gjuna qarë, ke qemi gabimtar. Po kush është gabimtari më i mirë, ai cili pendohet. Pra mos e akuzoj tjetrin pse e ban një gjuna, nëse mundesh që largojsh atë keq e largoja. A mos e merr na përgoj tash non stop filone apo filone, se nuk je më i mirë se ai. Edhe ti je gjuna qarë. Pejgamberi alayhis salam thot, çdo i biri adimit tash gabimtar, më i miri gabimtar është ai i cili pendohet. E tash mos ndal të jemi morë na përgoj njerëz çika filonit, djali filonit, baba filonit, nana filonit, familja filonit, në sot të umor me tmejtet e tjerë, merru me tmejtet tua se si colli kemi tmejta. Kur e pyetën Hasan el-Basrin, një dietar, një tabein i madh, i thojmë pse s'po shohmi kur tu fol për tjerë, më mor me fjalët e tjerëve dhe me tmejtet e tjerëve, thot vallaj s'po kam kohë se jam të umor me tmejtet e mia. Edhe ne, nëse sot merrim me tmejtet tona, vallahi billahi nuk kemi ku më umor me tmejtet e tjerëve. Me të kojshijes, të mahallës e kështu me radhë. A më kur nuk mirë me tonët, atëherë kemi kohë sa dush më umor me të tjerëve. E nëse mirësh me tmejtet e tjerëve, edhe fillon ti përgojosh, e ti mish na përgoj, e ti akuzosh, ka marrë një ditë që Allah xhaleshan ka më sprovu me të njëjtën edhe ti. Ose në ti, ose në familjen tanë, ose në nipin tanë, në familjen tonë ka me sprovu me atë. Mos u gëzo me gjunan e tjetrit që e ban. Mos e akuzoj tjetrin non stop të përgoju pse ka bën një gjuna, se Allahu mund me sprovu ti me të njëjtën. E për këtë, bëhu i drejt dhe ki frikë Allah subhanahu wa taala, sepse kjo është prej moralit islam. Po ashtu prej moralit islam është durimi, sabri. Që na lam mas mujën e sabrit, mujën e durimit. Çfarë durimi kishim? E kishmi durimin ora 5, në 4 gjithë, sa ishte sifiri me lan, hajen, pijen, gjitha ato knasi që i kishmi, që na kërkon epshi jon, kishmi atë durimin që të ndërprej të gjitha deri ku të perëndon dielli. Edhe pse na i lipken ndajherë, kafën, ujin, na jamërsin, na diçka që pa na për kuzhinë, ta ka kon diçka po. Mu e ti si collit. Ama durimi, pse e kam bën jetë me xhiru për Allah.
o nefsi jam, o ti ego, sa dush kërkoj s'ka me ta shiju, s'ka me ta dhon. Deri ku të përendon dilli. Do me thonë, na kina sundu egon tonë, nefsin tonë gjatë Ramazanit. Le ta vazhdojmë të njëjtën mas Ramazanit. Nëse egoja jon kërkon diçka që unë ta shkeli këtë muslimonin tjetër, këtë vllahun të jam musliman, për i nati. Pse ki ka bën punë ma shumë zonë? Pse ka bën ma shumë pasurisë unë? Ta xhelozoj ta shkeli. Egoja çkit e lip. Inna nafsa la amaratun bisu, thot Allah Taala. Egoja gjithmonë anon ka keqja. Nëse lona na egon e tonë kështu të lirë, bën çka dush, ajo veç ka keqja shkon. Çashtu është e krijuar. Ai nuk çon ka të mirët, vetëm ka e keqja. E çka duhet me bëna? Duhet me ushtru, duhet me punu, duhet me lodh, duhet me mundu që na të edukojna egon ton, na me sundu egon, jo të na sundojë neve. E Ramazan e pam se si e sundojnë na, nuk ka mung, nuk ka me pi deri në mbrëmje dhe u kri. As mos guxo me lip diçka, s'ja. Të njëjtën ta bojnë mas Ramazanit. Nëse lip egoja jon, ta nënçmoj filon, ta shkili filonin, ta përbuzi filonin, thuj jo. Ndalë se kemi me dhonë llogarin ditën e gjykimit. Mos janë në veshën egos tonë dhe shka thoje se vallaj të qonë në shkatrim. Të qonë në humbje. Edhe në fund vetëm të shka ki mira pishman. Askushi nuk përgjigjet për egon tone. Ti kemi dhonë llogarin ditën e gjykimit për egon tone, pse ki ndëgju e pse ja ki plosu të gjitha dëshirë dhe gjitha qefe. Pejgamberi alayhis salam kur u kthi prej një lufte, ju tha sahabe shokët e tij, tha, po kthejmë për një luftës të vogël në një luftë të madhe. Tha no pejgamberi Allah, a ka luftë më madhe se kjo do të tash me shpatë armikun përpara gjakën ta në anë të luftë? Thot po, thot të luftosh me veten tonë, me egon tonë. E si kemi luftu egon tonë? Mos u mendon se kemi marr një armë me bum u kri. Po, kri shëllë edhe egoja jote shku të ditë. Apo marr një thik me mshuve të vetës, shku edhe të edhe egoja jote. E si duhet me luftu me egon tonë? Ta kundërshtosh. Kur ti kërkon dëshirët e veta, sidomos janë haram, kundërshtoj e banë të kundërtën. Se inna nafsa la amaratun bisu. Nefsi anon, egoja anon gjithmonë ka e keqja. E durimi është prej vlerave të larta islame, qoftë në vështirësi, qoftë në bindje ndaj Allahut apo përballë padrejtësisë. Pra durimi, çka durimi? Kur kërkohet durimi? Durimi kërkohet edhe në vështirësi, je fukara, ki ndonjë sëmundje, ki ndonjë sprovë, kërkohet me bon durim prej besimtarit. Po edhe për me kri urdhrat e Allahut kërkohet durim. Që ishte Ramazani shembull, për me agjeru a dash me pas durim, për me fal namazin duhet durim, për me shku në haxh duhet me pas durim. Edhe durimi kërkohet për mu largu prej gjunaheve. Se sini dhe ne ka qef me kishin disa harame, disa venda për shtëpia, shka ndodh, çka filan, djali filanit, i kamera këto, edhe me këshir sini. Çashtu shpona, edhe gjona të birët ku mund me pa, e ti çka duhet me bon? Duhet me bon durim, me largu shikim për ati. Veshi ka qef me ngu që ato ditë që shkan të fol, aj ti ngoj pashka për folin, ja kona me ngu, apo. E ti duhet me bon durim, mos me bon qatë haram, me largu në dëgjimi për ati vendit. E kështu me radhë, pra durimi kërkohet edhe në sprova, durimi kërkohet edhe për mi kri urdhrat e Allahut, durimi kërkohet edhe për mu largu nga gjunohet. Allah xhaleshan në Kur'an i përgëzon besimtarët dhe i thot Muhammed alayhis salam wa bashiris sabirin, përgëzoj durimtarët. Përgëzoj durimtarët se kanë shpërblime të mëdha te Allah subhanahu wa taala. Po ashtu prej moralit islam është falja dhe toleranca. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot laysa ash-shadidu bisur'a, inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsa 'inda al-ghadab. Thot nuk është i fuqishëm ai që mund tjetrin me forcë, por ai që kontrollon veten kur zemërohet, kur nervozohet, kur hidherohet. Thot ai është i fuqishëm. Nuk ka i fuqishëm se kollash dikuj me një flakaresh me dhon. Se ban hesap, a di shkan mund me ndodh, a di ku t'hipe nervoza, ja një flakaresh, e tonë ka dhe rezultate e diçka tjetër është. Ama pejgamberi alayhis salam thot, nuk është i fuqishëm ai i cili mund të qirë, por i fuqishëm ai i cili kontrollon veten kur është nervoz, kur hidherohet, kur zemërohet. E zemërimi shumë pasojë ka. Njeriu do ne për një hidhërim të vogël ka raste ka mbitë fëmijën e vet. I ka i nervoz, asën e ka mod veten, i ka mshu fëmijës ku sa dash më mshu dhe ka lënë vend. Kjo pasojë kujna e hidhërimit. Për një hidhërim e humb vendin e punës. Për një hidhërim e humb pasurinë. Për një hidhërim dahet burri me gruajen.
Por një hidhërim, do vllavi me vllavin, hidhëron, e kështu me radhë. Pasojat e hidhërimit janë shumëta. E pejgamberi alayhis salam kur erdhi një sahabi i tha: "O pejgamberi Allahut, më këshillo." E tash që sahabiu prit se pejgamberi alayhis salam ka më marrë një fjalim të gat, një ligjërat gat, një 2 orë ka më fol. Pejgamberi alayhis salam me një fjalë i tha: "La taghdab", mos u zemëro, mos u hidhëro. Ai prap tha: "O pejgamberi Allahut, më këshillo." Pejgamberi alayhis salam prap i tha: "La taghdab", mos u hidhëro, mos u zemëro. Ai prap i tha: "O pejgamberi Allahut, më këshillo." I tha: "Mos u hidhëro." E me këtë dhe këtë i tregoj e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë mos u hidhëro se hidhërimi ka pasoja të mëdha. Hidhërimi të çon në shkatërrim, hidhërimi ta humb jetën, ta humb pasurinë, ta humb shoqërinë, ta humb gjithçka. Për çka? Për një nervoz, për një zemërim. E pejgamberi alayhis salam prapë thot, i fuqishëm nuk është ai i cili mund të qirt, i fuqishëm është ai i cili e kontrollon veten kur është nervoz. Çfarë është trimi? Çfarë është ai i fuqishmi? Ai i cili e kontrollon veten kur është nervoz. E çish me kontrollu? Problem pak me kontrollu se kjo kërkon ushtrim. Atë më janis kada dal të ushtu. Kreç të cilësi që bëj përmend në sot, të gjitha kërkojnë ushtrim, kada të ushtru vetë, të ushtru. Ne kishim shansën në Ramazan mi bën të gjitha këto cilësi, mund vjesh me çdo cilësi, edhe me vazhdojmë mas Ramazan me gjitha këto morale islame. Bamirësia, prej moralit islam është bamirësia. Allah Teala thot: "Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay." Allah e ka bën obligim bamirësinë në çdo gjë. E tash fjala bamirësi nuk është vetëm me dhon. Se na këtë llogarit bamirësi çka është me dhon dikujt na, me bën mirë edhe çka bamirësia. Fjala ihsan, e cila përmend në Kur'an dhe hadith e pejgamberit alayhis salam, të cilën na shqip e përkthejmë bamirësi, ama nuk ka bashkë përkthime me vend. Fjala ihsan në shqip bamirësi, se fjala ihsan bamirësi përfshin shumë sende. Një prej tyre është ihsan apo bamirësia në adhurim. Çka do të thonë? Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, të adhurosh Allahun sikur që e sheh. Edhe pse ti nuk e sheh, di se ai ti të sheh. Pra kur e bën një punë të mirë, bën sikur që ti e pa Allahun. Po pse ti nuk e sheh Allahun, di se Allahu ti ato të pa. Pra kur ta bësh këtë punë të mirë, di se Allahu të sheh. Edhe te këtë mirë të bën për Allahun dhe shpërblimin e prit për Allahun, bën si ka hije çat punë. Namazin, sadakën, lëmoshin, urdhërin për të mirë, me ja mësu njerëzve islamin, bane çish është më mirë. Allah, pejgamberi alayhis salam thot, Allahu e don robën e tij, i don ata njerëz të cilët kur e bën një punë, e bën ashtu siç i ka hije. Siç e ka hije, pra siç e don Allah dhe siç na ka porositur Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është adhurimi, bamirësia në adhurim është të adhurosh Allahun sikur që e sheh, edhe pse ti nuk e sheh, ai ti të sheh. E ihsani apo bamirësia ndaj njerëz çka është? Të sillesh me mirësjellje, të falësh, të ndihmosh ata që janë në nevojë. Pra kjo bamirësia ndaj njerëzve është, pra të sillesh mirë me to, të ndihmosh ato kur kanë nevojë, ndërsa ihsani, bamirësia me krijesat, me kafshët e tjera, thotë si është? Thot Islami edhe ndaj kafshëve na ka urdhëruar me çka? Me bamirësi, me ihsan. Thot pejgamberi alayhis salam: "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay." Allah e ka bërë ihsanin, pra bamirësinë obligim në çdo gjë. Kur vrisni me mirësi, pra është fjala për kafshën. Kur therrni me mirësi. Kur bani kafshë i prej ashtu siç na ka porositur Allah Teala. Pra bënë të kujdesshëm, bënë të butë, të sjellshëm edhe kur e pret kafshën. Pra në çdo send Allahu na ka urdhëruar të jemi bamirës, pra të jemi ta kryjmë punën ashtu siç duhet ta kryejë një musliman. Morali tjetër që sot këtë kohën tonë mungon shumë te shumica e muslimanëve, respekti ndaj prindërve. Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete në Kur'an mas besimit në Allah na porosit respektin ndaj prindërve. Dhe fjalën më të lehtë që mund ta thojë njeriu e që është e keq me ia thon prindit, Allahu xhaleshanuhu ka përmendur në Kur'an, është fjala of apo uf. Wala taqul lahumā uffin. Mos ju thuj atyre as uf. Babës, nanës, banë çka punë, ave no, së dërohem mo, apo ove babë, bosu lodha. Fjalën uf, para me në matë fjalë matë mëdhoja. Para me në fjalë tjera mi thonë rriqa ti s'di, më shele gojës ti nuk di,
tros shateje, kujt diçka, lloj fjalë që ndëgjojnë prej të rive, prej shumicës të rive sot që nuk kanë pik respektin ndaj prindërve. Ku thojmë nuk ka pik respekti, me të vërtetë s'ka pik respekti. Se shpesh në Ramazan në për disa ligjërata e kena përmend, nuk ka ai respekti vetëm për 8 marsin apo kujdes 7 marsin me një lule edhe kritë respektin ndaj nanës. Me një telefonin më të ri me abli babës, se e ki mua rrogën e kujdes çka, e krita respektin ndaj babës unë. Me një telefon, me një lule, me një restorant me çu nanën, me thonë krita respektin për nanën. Kur suni del hapësh nanës. Abdullah ibn Omeri, kur e pa një njeri që bajke haxhin, të bon tavafin, erdhi një person tha, o Abdullah thot, tavafin kur pe baj, nona ime është e vjetër, plag, e nuk mund me hes me bos tavafin, mos sill rreth Ka'bës, thot në shpinën time ka marr e po sillna bashkë me ta rreth Ka'bës. Ai kam dal hapësh. Thot vallahi thot, asnjë dhimbje prej dhimbjeve të shtatzanisë, nuk i ki dal hapësh. Një dhimbje prej dhimbjeve të shtatzanisë nuk i ki dal hakësh. Po do me një iPhone 15 mi dal hakësh? Me një lule 7 franga, 20 franga, po do mi dal hakësh nanës? Apo babës? Me bon që ka me bon për prindit, kur së një del hakësh? Kur së në kina të obligim dhe i prindit? I shka kur? Shka të dush ban, miliona ja. Shtroja me ari, rrugën e shpinë e kretë, veshje si dush, jepi me ongër shka, kur së një del hakësh? Po bile shka duhet, mu mundu mi dal hakësh. E si, me sjellje. Mi respektu. Mos mi afrish as njerë, mos mi zemru as njëherë, mos mi hidhëru as njëherë, mos mi akthi fjallën, mos e ban prindis shërbetor shtëpinë të ande. Na i shohmi sot burri, gjallin 20 vet, 25 vet, i madhe, i gjone, i shëndoshe, gjithat mirët, nuk kanë sakat, hiç s'ka, kas një të me. Nona shërbetore tina në shpe. Bema një uj, që e kita kje? Nëzaj ma bukën, ftof e bukën. Bemi teshet, hekuros mi teshet, mos mi hekuros. Ban mi me vi, ban mi pa vi. Ban mi ashton, ban mi kështon. Si shërbetore më kon. E ki më kon brejtin shpi. A me islam është anasjeltës. Djali duhet, qika duhet më kon shërbetori prindve, e nona e baba të janë mbretërit në shpi. E të shumica sot për fat keq, që kjo ndo. Djali e vajza janë mbrejtë dhe mbretëreshë në shpi, e nona e baba janë shërbetor të tinve. E mjerë për ata. Pejgamberi alayhis salam thot nuk hin xhennet mos respektuesi prindërve. Dhe me thonë nuk hin me grupet e para në xhennet. Ka me thonë llogarit madhe. Meriton dënimin e madh të Allahut. Nëse nuk e fal Allahun. Allah po thot wala taqul lahum uffin, mos ju thuaj atij as uff, as of, mi thon of be bab, of be nan. E para me në fjalë të tjera. Pejgamberi alayhis salam thot ridha Allahi fi ridha al-walidain. Thot miratimi i Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Pra nëse ato janë të kënaqur me ti, edhe miratimi i Allahut është me ti, razia Allah është me ti. Wa sakhat Allahi fi sakhat al-walidain, ndërsa hidhërimi, dënimi i Allahut është në zemrimin e prindve. Nëse ato zemrohen me ti, hidhërohen për dënimi i Allahut. E të kemi kujdes me prindët kush i ka gjallë, le ti respekton sa të mundet se është shpërblim i madh, po nëse ban diçka keq kundër atinve, meriton dënimin e Allahut. Kush nuk i ka gjallë, si mi respektuaj që nuk i ka gjallë? Është mënyra si mi respektuaj. Pse të kam vdek prindërit? Ti dush ato që i kanë dashur prindërit e tu. Ti majsh lidhet me ato që prindërit e tu i kanë majt lidhet. Ti vizitojsh ato, pa nëse nasin ato i vizitoj ato të prindërve. Nëse për fat keq, si në të i vizitun ato, që e kemi gjallë vllavin, me vllavin s'fol, kojdin bajram me bajram, që të jajtë se marë për kojshijës, e me shku me aboni bajram që atine. E dhe që vizitoj babës, shokin. E respekti i prindve është edhe mas vdekjes, mas një vdekjen të i respektoj. Si? Me majt lidhet, me shoqërinë e atinve, me ato që kanë ne, që i kanë dasht ato, ta vazhdoj që të jetë shoqërinë me ato. Nashta sigur ato jo, po bjerë ndonjëherë një telefon, një mesazh me ja kujtu. Me kujtua se kja kon shok i babës, kja kon shok e nonës, e kështu me radhë. E kjo është edhe respekti i prindërve mas vdekjes së tyre. Nëse atë s'pi respektojnë gjallë çka i kanë edhe që të respektojnë të vdekën. Inshallah Allahu xhaleshan na përmirëson gjendjen tonë dhe na kthen atë krenari që e ka pasur ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
Dhe e fundit prej moralit islam është morali i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për moralin e mirë thot: "Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajata as-sa'imil qa'im." Thot besimtari me moral të tij të mirë arrin shkallën e atij që agjeron dhe atij që falet natën. Do të thonë nëse dikush agjeron vullnetarisht jashtë Ramazanit, vullnetarisht, e dikush që falet natën vullnetarisht, që i thuj nafile, njeriu me moral të mirë, çto është ka i përmend diç tash moral, ka edhe tjera, por këto ishin më të rëndësishme. E muslimani, besimtari i cili ka moralin islam të plot, a di çfarë grade arrin gradën e atij që ato agjeruar rregullisht, nafile, vullnetarisht, dhe ai cili ato fal ta natë vullnetarisht. Me çka me këtë sjellje të mira. Edhe nëse ti nuk falesh natën vullnetarisht, edhe nëse nuk agjeron vullnetarisht, me moralin tanë, me sjelljet tua të mira e arrin gradën e atyre që falen natën dhe atij që agjerojnë ditën në namaz dhe agjerim nafile. E këtë Islami, Allahumma këtë na e shpërblen njeriu i cili ka moral të mirë. E pejgamberi alayhis salam thot: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa", besimtari më i përsuesër në iman është ai i cili ka moral më të mirë. Pra të nderuar vëllezër besimtar, në fund, ne sot i themi lam të mirë Ramazanit, ama jo namazit. Nëse i thujmë sot lam të mirë Ramazanit, mos i thujna lam të mirë namazit. Nëse ne sot i thujmë lam të mirë Ramazanit, mos i thujna lam të mirë Kur'anit. Nëse sot i themi lam të mirë Ramazanit, mos i thujmë lam të mirë xhamiat. Nëse sot i thujmë lam të mirë Ramazanit, mos i thujmë lam të mirë durimit. E nëse i thujmë sot lam të mirë Ramazanit, mos i thujmë lam të mirë dhikrit, përmendjes Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse i thujmë lam të mirë Ramazanit, jo mi thonë lam të mirë lëmoshës, e as ndihmave, e as punët të mira. E lutem Allah subhanahu wa ta'ala agjerimin tonë na i kish pranu, luqet dhe gjitha adhurimet dhe veprat e mira që i kemi bën për Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah na i ka pranu dhe inshallah mas Ramazanit vazhdojmë si kemi qenë në Ramazan, të sjellshëm, të mirë, durimtar, me vepra të mira, me ibadet, e mos të bëjmë prej atyre që e kanë pyet një dietar, çka mendon për njerëzit të cilët vetëm në Ramazan e adhurojnë Allahun Teala, thot sa njerëz të këqij janë ata të cilët e njohin Allahun vetëm në Ramazan. Inshallah mas Ramazan vazhdojmë me adhurim, me ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, me sjellje të mira. Lutim Allahun subhanahu wa taala ummet Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndihmon kudo që janë, kudo që bën aty padrejsi, inshallah Allahu xhelle shani ndihmon, zullumqtarët i shkatron mes veti dhe atij që u bën zullum, inshallah Allahu xhelle shani ja heq këto mundime, këto sprova të mëdha, sidomos në ato vendet e lindjes atje ku masakrohen njerëz të pafajshëm, inshallah Allahu xhelle shani ndihmon për hatër kësaj dite të madhe. E lutim Allah subhanahu wa taala të bashkon zemrat tona para se të bashkon trupët tonë. E lutim Allahun Teala na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim.